Zhvendosemi në një tjetër qytet, do të shkojmë tani në jug të Shqipërisë, do të shkojmë në Gjirokastër me Ngeleda Domerin për të marrë atje të rejat më të fundit. Në fakt, Gjirokastra ka qenë një ndër qytetet që ka servirur ndër pamjet më të pakëndshme sa i përket përmbytjeve. Ka pasur shumë vështirësi për gjatë orëve të fundit, madje ka pasur edhe qytetarë të cilët kanë rrezikuar jetën e tyre. Megjithatë, marrim të rejat më të fundit me Ngeledën, e cila na bashkohet në këto momente në komunikim të drejtë për drejtë në Mirëmëngjes Shqipëri. Mirëmëngjes Ngeleda. Mirëmëngjes, përshëndesim nga Gjirokastra, siç e thatë edhe ju, bënja e djeshme për qytetin e Gjirokastrës ishte tejet e vështirë, ku pothuajse pas një shiu mbi rreth 50 minuta i gjithë qyteti u paralizua për shkak të vërshimit të ujrave nga përrejt malor. Pas vërshime tejet me vendësim të lartë për ato ujrave në rrugët e qytetit, në të gjitha lagjet e qytetit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në bizneset që ndodhen në anës rrugës, përmbytur disa banesa, por akoma nuk kemi një numër të saktë, pra janë duke u evidentuar akoma dhe duke lënë qindra qytetarë në mes të rrugës, sepse ishte diçka që nuk pritej dhe ishte lënë mbrëmje ku qytetarët ktheheshin në shtëpi apo nga punët, ndoshta nga pazaret. Ishte në situatë kaotike që nuk ishte parë pothuajse ndonjëherë, jo prej vitesh, por asnjëherë nuk ishte parë kjo lloj gjendjeje që qyteti i Gjirokastrës kaloi orët e mbrëmjes së djeshme. E kuptoj në fakt. Ishte një situatë e fitshme ku edhe vetë njerëzit ishin të smeruar sepse disa ishin bllokuar nëpër makina dhe disa të tjerë nuk mundeshin të binin nga bizneset e tyre për të shkuar drejt banesave. E kuptoj, sepse në fakt ajo është çfarë do të pyesja edhe unë Ngeleda, nëse nuk do të ishte surprizë për shkak të kaluarës në qytete të ndryshme, Gjirokastra serviri le të themi lajme të cilat nuk i kishim dëgjuar më herët për hir të vërtetës dhe këtë e konfirmon edhe ti në këto momente. Megjithatë, si duket situata sot? Të paktën për momentin, me atë çfarë ofron pamja edhe pas shpinës tënde, duket sikur ka një normalizim të rreshjeve, por nuk dim nëse mund ta themi këtë për pjesën e mbetur të ditës. Temperaturat si janë gjithashtu në Gjirokastër? Në fakt, deri tani kishim rreshje me intensitet të ulët, por tani para pak minutash nuk e di nëse dallohet dhe nga pamjet mbrapa me shi ka nisur përsëri me intensitet të lartë. Pritet që rreshjet do vijojnë gjatë gjithë ditës së sotme dhe shpresojmë që të normalizohet situata, ndërkohë autoritetet përkatëse, strukturat emergjencave civile i po vijojnë punën në terren për të bërë të mundur rehabilitimin e situatës, sepse shumë makina kanë mbetur në mes të rrugëve në lagje të ndryshme të qytetit, pasi banorët duke pritur nuk ishin më çfarë të bënin, i lanë aty dhe vazhduan të shkojnë me këmbë në shtëpi. Pritet që situata të normalizohet, po punohet intensivisht për hapjen e rrugëve sepse janë bllokuar nga inertet që kanë sjellë vërshimet e ujrave nga prejt, ka inerte të mëdha pra. Dhe shpresojmë që të ketë një normalizim të situatës në orët në vim, edhe pse duket pak e pamundur që të jetë sa më shpejt për shkak se edhe rreshtet po vijojnë me intensitet. Ngeleda, edhe diçka të fundit, nuk e di nëse kushtet e vështira atmosferike kanë vështirësuar edhe më shumë qarkullimin e qytetarëve në drejtim të Greqisë dhe anasjellta, duke qenë se kemi marrë lajme se në Kakavi gjatë orëve të fundit ka pasur një trafik kilometrik të atyre që prisnin për të kaluar pikën doganore. Edhe kjo është një ndër arsyet, po një ndër arsyet e tjera që është kryesore për këtë problematikë është se nga pala greke po punohet vetëm me 2 sportele duke krijuar kështu raste gjata të emigrantëve shqiptarë të cilët vajtën pothuajse me dekada të tëra që po përjetojnë gjatë gjithë kohës, pra në çdo fest po përjetojnë të njëjtën histori, po përjetojnë të njëjtën pamje duke pritur në raste gjata. Nga pala shqiptare nuk paraqiten vonesa sepse janë shtuar sportelet, por është pala greke ajo që po e sjell këtë problematikë. E kuptoj. Të falenderoj shumë për gjitha të rejat më të fundit që përcolle në Mirëmëngjes Shqipëri dhe ne do të shkojmë edhe në Fier përpara se të bëjmë një shkëputje të vogël. Jemi me Laureta Roshin atje për të parë pak se si është situata në qytetin e Fierit nëse ka pasur problematika për shkak të rreshjeve në 24 orëve të fundit. Laureta, mirëmëngjes, mirë se vjen në programin ton. Çfarë mund të themi për Fierin? Mirëmëngjes, kolegë, mirëmëngjes shikues të televizionit të radio televizionit publik shqiptar. Nga Fieri në këtë mëngjes mund të themi që për momentin kemi një ndalesë të rreshjeve të shiut, për gjatë gjithë orëve të para të mëngjesit ka patur shkëlqima dhe rrebeçe shiu. Fieri është zgjuar në një mëngjes dimri si zakonshëm është, por intensiteti i rreshjeve vërtet ka qenë shqetësues
për faktin edhe të lajmeve që përcillen në rreth e qark në situatat problematike që po kalon vendi. Duke ardhur në informacionet më të fundit në komunikimin me shtabin e emergjencave në prefekturën e Fierit, ka sjell një informacion që gjithçka është në monitorim, por vetë banorët e Divjakës kanë apeluar për ndihmë për sa i takon tokave bujqësore, pasi rrebeshi i shiut të dieshëm ka lënë pasoja të mëdha në tokat bujqësore të gjithë njësisë administrative Divjak, duke qenë edhe laguna Karavastas natyrisht edhe në nivelin e detit dhe mos funksionimi i disa prej kanaleve kulluese, edhe pse janë të pasor, ato nuk kanë tërhequr ujërat e shiut, kanë krijuar problematika në tokat bujqësore të Divjakës, duke sjellë përmbytje të mbjellave dhe parcelave që është të dirsa e gjithë fermerëve. Ajo që është shkak dhe është shkak natyror, konfirmohet edhe nga specialistët e hidrovoreve, pasi të tre hidrovore Divjaka, Karavastaja dhe Buçimasi kanë punuar non-stop pa ndalesë për të bërë tërheqjen e ujrave nga fusha dhe për ta kaluar atë në det. Kjo situatë me hidrovoret është edhe në zonën që ka Bashkia e Fierit për sa i takon hidrovoreve në Seman dhe Tarzez, duke sjellë kështu vërtet situatën nën kontroll, por është e pamundur të përballosh katastrofat natyrore që po sjellin këto rreshje. Në monitorim janë edhe 3 lumenj janë në qarkun e Fierit që derdhen në bregdetin Adriatik, është lumi Shkumbin, lumi Seman dhe Vjosa. Problematikat më të mëdha i ka patur lumi Seman në përpara 3 javëve dhe Vjosa, duke përmbytur lumi Seman në pjesën që lidhet qarku i Fierit me qarkun e Beratit. Janë të gjitha ato fshatra duke vijuar me Sukun, Strumin, Belinën, për të ardhur në Vajkan dhe mëtej në Hasturkas në njësinë administrative Libofsh, që është edhe zona e bregdetit Adriatik. Këtu ujrat e Semanit dolën nga shtrati, njerëzit tani janë me atë frikën e katastrofave natyrore duke kontrolluar nivelin e ujrave, paralel me monitorimin që bëjnë emergjencat civile. Fatmirësisht deri tani edhe informacioni zyrtar tregon nivel të ujit në parametrat e zakonshëm të dimrit. Problematikë sjell Vjosa. Vjosa në këtë situatë, kur ujrat vinë edhe nga Drinosi edhe bashkohen të gjitha 6 degët e saj bashkë me Shushicën dhe derdhe drejt detit Adriatik dhe Grykderdhja e Vjosës është midis Bashkisë Fierit dhe Delta e Vjosës, Bashkisë Fierit dhe Bashkisë Vlorës në urën e Mifolit. Përsëri kemi frikën e banorëve për përmbytjen nga ujrat e shiut, por edhe nëse ujrat e Vjosës dalin nga shtrati dhe kërcënojnë edhe argjinaturën. Ajo që është për të patur atë pjesën që është dimër, dhe ky dimër, siç komentohet nga më të moshuarit dhe nga specialistët e bujqësisë, është një dimër i paparë në këto 10 vite, përpara se të fillonte problematika e rreshjeve. Kemi problematikën e ngricave, temperaturat rënë menjëherë në gjithë zonën e Mallakastrës dhe të Fierit, dhe Divjakës, duke krijuar problematika ngrica të bimëve. Kemi tharje të bimëve edhe në sera. Ulja e menjëhershme e temperaturave ka bërë që banorët në Kafaraj të raportojnë për tharje të perimeve dhe të bimëve, sepse pati një rënje në -3 gradë menjëherë në ditët e ndërimit të viteve. E kuptoj. Laureta, më vjen mirë që marrim lajme të tilla nga qyteti i Fierit, megjithatë ajo që po thua është që frika dhe vigjilenca të dyja bashkë qëndrojnë të larta në këto momente, sepse të paktën nga ajo që kemi parë nga e kaluara, jo më larg se nëntori i vitit kaluar, situata ishte e tillë kur prurjet e Semanit dhe Vjosës të paktën sollën disa përmbytje në tokat bujqësore, kështu që mbase janë qytetarët atje në këto zona pikërisht që janë në le të themi gatishmëri totale për të vepruar dhe nga atje le të themi mund të priten rreziqet më të mëdha, ndryshe nga qyteti. Ke shumë të drejtë në këtë këndvështrimin tënd, janë ato kohët kur edhe vetë banorët tashmë nuk janë indiferent edhe nuk presin që gjithçka të krijohet nga emergjenca civile. Zakonshëm kur priten prurjet të lumit Vjosa, banorët njoftohen që të largojnë të gjitha bagtit që kanë, sepse stanet e tyre janë pothuajse afër brigjeve të Vjosës dhe largimi i bagtive bëhet më herët. Braktisja pra e stallave që kanë afër Vjosës në 2 krahat e lumit Vjos, si në urën e Mifolit është më problematike, por banorët e Kashishtit nuk kanë se çfarë të mirë menaxhojnë vetëm këtë situatë, pasi tokat e tyre bujqësore një pjesë e madhe janë midis bregut të Vjosës
dhe argjinaturës, çka do të thotë që kur Vjosa del nga shtrati, të gjitha këto toka do të përmbyten dhe siç ishte edhe fundi nëntorit, fillimi dhjetorit, i gjeti shumë sipërfaqe toka të Kashishtit të mbuluara nga ujrat. Siç thash, problematik mbeten edhe ujrat e shiut. Kjo për rjeti i kanalizimeve kulluese nuk është më ai rjeti funksional i mirë lidhur nga kanalet e mëdha qendrore që pastrohen me projektet e bashkisë deri te kanalet e vogla që janë në tokat e fermerëve nëpër parcelat e vogla. Kështu që do duhet që banorët vetë të fillojnë edhe të mirë menaxhojnë sipërfaqet e tyre private, duke bashkëpunuar njëri me tjetrin dhe duke kuptuar që një solidaritet duhet përpara se katastrofat natyrore të ndodhin. Falenderoj shumë për raportimin edhe nga qyteti i Fierit, Laureta, dhe në këtë mënyrë kemi përfunduar vetëm një pjesë të raportimeve që na kanë ardhur nga qytetet ndryshme. Ju do të ndiqni pas pak horoskopin e ditës së sotme dhe fill pas rikthimit nga edicioni informativ ne do të vijojmë me le të themi turin ton në qytete të tjera të Shqipërisë për të marrë dhe përjandej se si është situata, si janë zgjuar këto qytete. Mos u largoni nga ekrani.